Mirëdita të gjithëve. I nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, e nderuar ushtruese e detyrës së presidentes, kryetare e GVV, zonja Albulena Haxhiu, të nderuar nënkryetar të Lëvizjes, i nderuar sekretar, të nderuar kryetar të komunave, kryetar të qendrave tona, ministra, deputet, të nderuar delegat, aktiviste, aktivist, të gjithë ju të pranishëm, të nderuara media, të dashur qytetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 63 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Ashtu sikurse jeni njoftuar kur keni pranuar ftesën me email, kësaj mbledhje i propozohet rendi i ditës, duke filluar nga miratimi i rendit të ditës së kësaj mbledhje, pastaj caktimi i 2 procesmbajtësve, miratimi i proces verbalit nga mbledhja e 62 e Këshillit të Përgjithshëm, prezantimi dhe zgjedhja e kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër të Republikës së Kosovës, fjala e kryetarit të Lëvizjes, njëherëzi kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotit Albin Kurti, autorizimi i kryesisë qendrore nga Këshilli i Përgjithshëm për finalizimin e kandidaturave për deputet për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, diskutim mbi situatën politike dhe të ndryshme. Meqense jam njoftuar se kemi korumin e mjaftueshëm për të vazhduar me mbledhje, ju ftoj që fillimisht të deklarohemi me ngritje dore kush jemi për rendin e ditës të propozuar për këtë mbledhje. Ju faleminderit, shumica këto jemi për, a është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj se me votat e të gjithë delegatëve miratohet rendi i ditës për këtë mbledhje dhe vazhdoj me pikën e 2, caktimin e 2 procesmbajtësve, propozoj aktivistët Brynilda Gjura dhe Zgjim Tahir Sylaj që të jenë procesmbajtës të kësaj mbledhje. Ju lutem deklaroni me ngritje dore kush është për? Faleminderit. A është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj se me votat e të gjithë pranishmeve miratohen që aktivistët Brynilda dhe Zgjimi të jenë procesmbajtës. Ndërkohë ju ftoj që të kalojmë në pikën e 3, gjithsesi në miratimin e procesverbalit nga mbledhja e 62 përpara se ta hedh në votim, nëse dikush ka ndonjë plotësim apo rekomandim në lidhje me procesverbalin të cilin e keni pranuar në email. Nuk shoh që ka të lajmëruar për fjalë. Atëherë ju ftoj që ta votojmë dhe të miratojmë edhe procesverbalin nga mbledhja e kaluar. Kush është për? Faleminderit. A është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj që është miratuar procesverbali i mbledhjes së 62 dhe ndërkohë me lejoni që të kaloj te pika e 4, ftoj ushtruesen e detyrës së presidentes, kryetaren e GVV-s, zonjën Albulena Haxhiu, që të prezantoj kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër të Republikës së Kosovës. Të nderuar anëtar të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, i nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, e nderuara kryesuese e Këshillit zonja Arbrie Nagafci, nderuar sekretar organizativ zoti Alim Rama, të nderuar nënkryetar të Lëvizjes Vetëvendosje, zëvendës kryeministra, ministra të kabinetit qeveritar, të dashur aktivist të Lëvizjes, media që po e përcjellni mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit të vitit 2025, qytetarët votuan me 51.1% për Lëvizjen Vetëvendosje. Mandati dhe vullneti i qytetarëve ishin të qartë. Por ajo që pasoi tregoi edhe një herë se kush është i gatshëm të marrë përgjegjësi për qeverisjen dhe kush vazhdon ta mbajë vendin peng të kalkulimeve politike.
Pak ditë më parë, për shkak të mos zgjedhjes së presidentit, u shpërnda një kuvend plotësisht legjitim, i dal nga zgjedhjet ku qytetarët e Kosovës folën qartë, drejt dhe bindshëm. Vullneti i tyre ishte i padiskutueshëm. Mandati ishte i qartë, legjitimiteti ishte i plotë. Dhe për një kohë shumë të shkurt, u votuan shumë marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare e shumë ligje që do të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por edhe kësaj radhe, në vend të respektimit të verdiktit qytetar, u prodhuan kriza artificiale dhe blokada politike që e quan vendin drejt zgjedhjeve të reja. Fatkeqësisht, kjo nuk është diçka e panjohur për qytetarët tanë. Të njëjtën qasje kemi parë edhe vitin e kaluar për më shumë se 10 muaj me radhë, pengesa, vonesa, bojkoti organizuar dhe shmangje nga përgjegjësitë kushtetuese. Ky bojkot pra nuk ishte i rastësishëm as për herë të parë. Ishte një strategji presioni politik për ta futur vendin në një cikël të pafund zgjedhjesh, me shpresën se pasiguria dhe krizat e vazhdueshme do ta dobësonin vullnetin qytetar. Në vend që institucionet të funksiononin normalisht dhe të respektohej vullneti i qytetarëve, u zgjodh rruga e bojkotit dhe blokadës institucionale. Nuk kishte asnjë arsye që Kosova të shkonte përsëri në zgjedhje, sepse institucionet ishin legjitime, kuvendi ishte funksional dhe shumica ishte e qartë dhe e vendosur. Por kur nuk arrin ta fitojnë besimin e qytetarëve me votë, disa fatkeqësisht përpiqen ta sfidojnë atë përmes krizave artificiale. Ne hymë në këtë proces zgjedhor pasi që bëm çdo përpjekje për t'i dhënë vendit një president me mandat të plotë 5 vjeçar. Vepruam me përgjegjësi, me seriozitet dhe me vullnet për bashkëpunim. Prandaj edhe pse kjo nuk është ajo çfarë kemi dëshiruar, sepse para nesh kemi shumë punë, shumë reforma dhe shumë projekte që presin të realizohen, sot jemi këtu me të njëjtin përkushtim ndaj Republikës tonë dhe ndaj qytetarëve të kësaj Republike. Më lejoni pra t'ju uroj një proces zgjedhor të qetë, demokratik dhe dinjitoz, ashtu siç e meriton Republika e Kosovës. Të dashur aktivist, jam e nderuar që të propozoj zyrtarisht Albin Kurtin si kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit 2026. E propozoj sepse e njoh nga afër, e duke e njohur nga afër e them me bindje të plotë, se ai nuk e ka kuptuar kur pushtetin as si rehati e as si privilegj. Për të pushteti ka qenë gjithmonë përgjegjësi ndaj qytetarëve, ndaj Republikës dhe ndaj brezave që e kanë dashur Kosovën të lirë, të drejtë, por edhe të barabartë. E propozoj jo vetëm për punën e madhe që ka bërë ndër vite në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës, por edhe në shërbim të vendit tonë, por edhe për njeriun që ka qenë gjithmonë. Për Albin Kurtin, shteti matet aty ku prek jetën e qytetarit, te drejtësia që nuk shitet, te puna që paguhet ndershëm, te shkolla që hap rrugë, te siguria që mbron dhe te dinjiteti që nuk varet nga lidhjet, mbiemri apo nga partia. Për te qeverisjes më të suksesshme që ka njohur Republika, Albin Kurti përfaqëson një ide politike të rrallë. Me të shteti nuk është streh për të fortët, as plaçk për të pasurit e as tavolin pazari për të vjetrit. Albin Kurti pra është i përkor në jetën e tij, i rrept në parime dhe i pashantazhueshëm në politikë. Ka fisnikrinë e njeriu që nuk e harron prej nga vjen. Stoicizmin e atij që nuk thyhet prej presionit dhe thellësinë e udhëheqësit që e di ka duhet të shkoj vendi. Rruga Albin Kurtit ta kujton maratonomakun e Nolit, njeriu në udhës së gjatë që nuk ndalet para lodhjes, sepse lajmi i fitores nuk mbahet për vete, por i qohet popullit.
Kjo e bën të qartë pse nuk i trembet debatit, nuk e blen heshtjen me rehati dhe nuk e ndal hapjen në moçalin ku të tjerët do donin ta mbanin Kosovën. Ai e di se përparimi nuk lind në amulli, përparimi lind nga lëvizja dhe mbahet me qëndresë. Të dashur aktivist, Albin Kurti hyri në politik me një ide të thjeshtë, dinjitetin e popullit e vet, të drejtën e tij për të vendosur për fatin dhe të ardhmen e vet, për vetë vendosje. Dhe për këtë ide, ai pagoi çmim real. Për shkak të bindjeve e aktivizmit politik ku përball me burgim, me përndjekje, arrestime dhe betejë të ashpra politike në çdo etapë të jetës së tij publike. Shumë njerëz do të ishin tërhequr, por ai nuk u dorëzua asnjëherë. Pra, njeriu që dikur fliste në protesta e në demonstrata është i njëjti që sot merr vendime shumë të rëndësishme në qeverinë e Republikës së Kosovës me qëndrueshmëri dhe i pathyeshëm. Nga angazhimi studentore deri te udhëheqja e qeverisë, ai ka treguar të njëjtën vendosmëri dhe të njëjtin përkushtim ndaj interesit publik. Dhe pikërisht kjo krijoi lidhjen e tij me qytetarët, veçanërisht me ata që për shumë vite kishin humbur besimin se politika mund të sjellë ndershmëri, përgjegjësi dhe ndryshim real. Prandaj të dashur aktivist, me bindje të plot politike, me respekt për rrugën tonë të përbashkët dhe me besim në vullnetin e qytetarëve, propozoj që kandidati ynë për kryeministër të Republikës së Kosovës të jetë Albin Kurti. Sepse me Albin Kurtin, paknaqësia qytetare u bë organizimi u bë qeverisje, qeverisja u bë dëshmi se shteti mund të punojë në dobi të qytetarit, pra Albin Kurti u bë kryeministër nga mbështetja e madhe qytetare dhe aty e ka borxhin e vetëm politik. Për dallim prej të tjerëve, Albin Kurti ka borxh vetëm qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe këtë borxh ai e shlyen me punë, me përkushtim dhe me përgjegjësi të përditshme, siç ka bërë deri më sot. Andaj 7 qershori është mundësia për ta konfirmuar Albin Kurtin si kryeministër të Republikës së Kosovës. Dhe 7 qershori është përgjigjja e Kosovës ndaj atyre që zgjodhen bojkotin në vend të shtetit. Faleminderit shumë dhe na prifte mbara. Faleminderit shumë e dashur Albin, nderuar ushtruese detyrës së presidentes zonja Haxhiu. Atëherë edhe unë kam nderin e veçantë që t'ju ftoj që bashkërisht të votojmë për aktivistin, shokun, kryeministrin Albin Kurti për kandidat për kryeministër të Republikës së Kosovës, për arsye që u thanë dhe shumë të tjera që i dim të gjithë ne bashke, edhe qytetarët që vazhdimisht na kanë dhënë mbështetjen kaq të madhe. Kush është për që Albin Kurti të jetë kandidati jonë për kryeministër? Faleminderit shumë, më thojnë që edhe pse votat këtu janë për arsye procedurale, të pyesa ka ndonjë abstenim ose është dikush kundër? Më njoftojnë që edhe votat e delegatëve tonë nga qendrat tona në Mërgat janë unanimisht për. Atëherë urime e na prifte mbara të gjithëve. Dhe tani i kaloj fjallën kryetarit televizjes, kryeministrit Albin Kurti, që të na drejtohet me një fjallë rasti.
Të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, e nderuara kryesuese Arbrie Nagovci, një herë zgjedhë kryetare e grupit parlamentar të Vetëvendosjes në Kuvend të Republikës, e nderuara kryetare e grave për vetëvendosje dhe kryetare e Kuvendit të Kosovës dhe ushtruesit e detyrës së presidentes të Republikës, kërkoj falje nëse kam harruar një funksion tjetër që ka. E nderuara nën kryetare e Lëvizjes Vetëvendosje Mrika Limani Myrtaj, të nderuar sekretar i përgjithshëm i Lëvizjes Alim Rama dhe koordinatore e komiteteve profesionale Dejona Mihali, i nderuari Axhavni, së shpejti do të udhëheq edhe seancën tjetër, besoj. Kësaj radhe të legjislaturës së 11 dhe kështu pak e nga pak po të bëhet edhe ty një mandat si kryetar kuvendi. Njerëzit do të fillojnë të thojnë dehari 3 ndoshta në verën e vitit 2026, deputet, ministra, zëvendës ministra, kryetar komunash, aktivist, mbështetës të lëvizjes e qytetarët të Republikës sonë, kolegë, motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, ju falenderoj për mbështetjen dhe besimin që keni të ne si lëvizje dhe tek unë si kryetar e si kryeministër. Ju falenderoj për nominimin që natyrisht është nder, por është edhe përgjegjësi e madhe. Është një detyrim historik ky që kam ndaj jush, është një detyrim që ne kemi ndaj gjithë kombit shqiptar dhe ndaj Republikës sonë. Këtë detyrë do ta përmbushim e s'na ndal dot askush, sepse syt veshët mendjen zemrën i kemi të përqendruar te qëllimi ynë më sublim për parimi i kombit tonë. Pa mbështetjen tuaj të qëndrueshme dhe masive nga çdo fshat, e nga çdo qytet, nga çdo lagje, e nga çdo familje, nga brenda vendit e nga diaspora, ne nuk do të mundeshim të kapërcanim vështirësitë e mëdha shoqërore e historike të cilat janë paraqitur në të shkuarën tonë. Por me ndihmën tuaj, me bashkëpunim, me bashkëveprim të sinqert me gjithë ju, me sakrificë e me punë, pa u lodhur asnjëherë, jam i sigurt se ne do të tejkalojmë çdo pengesë, çdo sfidë përfshi këtu, edhe këto vështirësi disi absurde që po na paraqiten në të tashmen, dhe çdo pengesë e sfidë që mbase nuk do të na mungojnë as në të ardhmen. Jemi në një tjetër fushat, në prag të saj formalisht, në një tjetër ballafaqim me të kaluarën përmbajtësisht, që nuk do të vdes kur, siç duket, pa u përpjekur edhe një herë të na e marr frymën. Por ja që ne jemi këtu të pa thyer më të fortë se kur, me duar të pastra e me ball të hapur. Të dashur miq, sot është 9 maj në kryeqytetet e Evropës. Kjo ditë festohet si dita e paqes dhe bashkimit në fitore kundër nazifashizmit. Por për ne në Prishtinë, ku jemi mbledhur për herën e 63 në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, kjo ditë nuk është thjesht një datë shënuar në kalendarët e diplomacisë, është një pasqyrë e vullnetit tonë. Janë dy shenjat kësaj date, nga njëra anë Evropa dhe nga ana tjetër lufta dhe fitoria kundër politikës dhunshme e antidemokratike, politikës së shkatërimit e gjenocidit që përfaqësonte nazifashizmi. Evropa për Kosovën nuk është një stacion i thjesht ku duam ne të mbërrim, por një vlerë që e mbajmë për brenda nesh e që e tregojmë me punët dhe veprimet tona politike si subjekt politik dhe si qeverisje demokratike. Kur themi Kosova në Evropë, nuk e kemi fjalën për ndonjë farë zhvendosje gjeografike, po për zhvillim vleror. Ne po e ndërtojmë Evropën këtu, me drejtësi, me punë dhe me dinjitet. Kosova në Evropë, sepse tashmë Evropa në Kosovë.
Me të njëjtat vlera, ne pra po e ndërtojmë edhe demokracinë tonë, duke qëndruar pa kompromis kundër formave klienteliste, politikave tribale e të dhunshme, kundër korrupsionit e krimit, kundër lajmeve të rrajshme, kundër disfatizmit dhe degradimit të shtetit e të shërbimeve publike, kundër të gjitha atyre fenomeneve që populli ynë i urren dhe asesi nuk do të lejoj që të kthehen ndonjëherë. Jemi sot saktësisht 29 ditë larg 7 qershorit, pra nesër 4 javë janë zgjedhjet e reja e të jashtëzakonshme, të cilat vinë më pak se 5 muaj pas zgjedhjeve të kaluara ku ne shënuam 51% të votave. E ato vinin 10 muaj pas zgjedhjeve ku ne fituam 42% të votave. Prej shkurtit deri në dhjetor, pra në vitin e kaluar u rritëm për 9%. E nëse rritemi po aq prej dhjetorit deri në qershor, atëherë vërtet do të mund të prekim më 60%. Nëse punojmë ashtu siç veç ne dim, ashtu siç e kërkon situata, me sinqeritet dhe për kushtim, edhe kjo padyshim që është e mundur. Sa herë po na bllokojnë, ne po rritemi e ata po marrin përgjigje edhe më të fortë nga populli. Megjithë këto, unë jam i mendimit që si shtet, si shoqëri, si institucionet sistemit që duhet funksionojnë në mënyrë demokratike dhe efikase, ne nuk kishim nevojë për zgjedhje të tjera të reja kaq shpejt. Duket sikur dikush, mase ndonjë strateg që rre nga hije që drejton nga prapaskena veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e për shtetin. E kjo po ndodh me qenë se përballë nesh kemi një opozit që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Ata mendojnë se duke bllokuar zgjedhjen e presidentit do ta bllokojnë vullnetin popullor. Por jeta nuk bllokohet me procedura dhe vullneti i popullit është i gjallë. Vullneti i popullit shqiptar të Kosovës nuk është një nen kushtetues me të cilin mund të abuzoj dikush, është forcë e historisë që na shpije pandalshëm përpara. Të nderuar pjesëmarrës të Këshillit Përgjithshëm të Vetëvendosjes, poeti ynë kombëtar Naim Frashëri flet për qiriun që tretet vetë për të bërë dritë. Pra për të bërë atë dritë e cila na mundson të shohim e të njohim njëri tjetrin, cili vërtet e do vendin dhe popullin ton, e cili do thjesht pasuri e fitim për veten e vet. Drita është ajo që na bën natën ditë, dhe drita jonë, drita e vetëvendosjes, buron nga e vërteta e thjesht se ne nuk i takojmë pushtetit, por pushteti i takon popullit. Shpesh na akuzojnë se jemi teorik, por shifrat e shtetit janë poezia më kokëfort e realitetit tonë. Ja një shifre këtill. Kur ne erdhëm pushtet, ishin 10 terminale doganore private, sot të gjitha terminalet doganore janë shtetërore. E pra, kjo shifër kaq faktike, kaq e thjeshtë dhe e kuptueshme, na shpjegon se pse janë qartë dhe nuk pranojnë asgjë tjetër, por vetëm të bllokojnë. Dikur millin pare nga terminalet private, por sot paraja shkon tek ai që punon e kursesi tek ai që vjedh. Sot ne kemi një ekonomi që prodhon vlerë, nga 7 miliardë euro sa ishte bruto produkti vendor kur ne morëm detyrën, po e prekum 12 miliardëshin tani. Kjo nuk është rritje në letër, është rritje në tavolinat e bukës, është rritje e mirëqenjes dhe mundësive, është rritje e investimeve dhe e fitimeve. Edhe para nesh dikush fliste për rritje, pra ishte rritje e vogël e për pak njerëz. Ne e bëm rritje për të gjithë, mesatarisht 6% bruto produktit vendor çdo vit, e si vjet gjithashtu do ta kemi rreth 4% sikurse në vitin e kaluar. Shifrat tona janë pra fytyra e dinjitetit të ri të Kosovës për Kosovën.
E kemi rritur edhe bugjetin e Republikës për 2/3, nga 2.4 miliard sa e gjetëm, si vjetër 4 miliard euro, ata që dikur vëllnin në gjithë shka, nga asfalti deri te shkollat, sot çuditën se si mund bëhet punë pa vjedhur. Sekreti është i thjesht e madje edhe publik, mjafton të punosh për zemrën e jo për xhepin, të planifikosh me tru e jo me bark. Kemi rritur pagën minimale nga 130 përkatësisht 170 euro sa patëm gjetur, në 425 euro sa është aktualisht dhe 500 euro siç do të bëhet prej një korrikut si vjet. Paga minimale 500 euro e patatueshme. Kush e do popullin, ja rrit të ardhurat atij, kush do pushtetin për vete, ja vjedh ato. Dhe jo vetëm që paga minimale do të jetë 500 euro e patatueshme për punëtorët, por edhe për bizneset, sidomos ato të vogla që duan të rriten. Kjo është një ndihmëse jashtëzakonshme për shkak se 6.000 euro të para do të jenë të patatueshme. Kemi punësuar mbi 80.000 qytetarë të rinj këto 5 vitet e fundit. Punësimin e kemi ngritur nga 350.000 sa ishte në 430.000 qytetarë të punësuar. Papunësia ka rënë nga mbi 25% në më pak se 11%. Pra, para 5 vjetëve, edhe më shpesh se çdo i katërti ishte i papunë, e tash që po flasim, edhe më rrallë se çdo i nënti është i papunë. Para 5 vjetëve, vështirë ke mundur të gjesh në i familje pa dikët papunësuar, ndërka që tash nuk mjaftojnë as 2 familje që ta gjesh dikët papunë. Përmes programit Superpuna, mbi 23.000 të rinj e treja gjetën vendin e punës me pagën minimalit garantuar për 6 muaj nga shteti. Kemi dyfishuar eksportet dhe investimet e huaja direkte, investitorët pra vinë aty ku ka shpresë dhe Kosova është vend i shpresës e i fitimit. Në gazetat amerikane evropiane këto javët e fundit po shkruhet për sukses të Kosovës në punësimin e rinor, sidomos për sektorin e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit. E pra, atje ku më parë shihej dyshim, ne mbollëm besim dhe po korrim zhvillim. Për herë të parë në historinë e Kosovës kemi ofruar shtesa universale për mbi 400.000 fëmijë dhe rreth 80.000 nëna lehona. Së fundmi shtesat për fëmijë edhe u rritën dhe nuk u morëm para taksave për t'u dhënë pushtetarëve siç është bërë në kaluarën, por u shpërndam ato fëmijëve e nënave e gjithë popullit të Kosovës, sepse këta fëmijë janë e ardhmja ashtu sikurse edhe familjet e tyre që janë e sotmja e ekonomisë dhe zhvillimit tonë. Pensionet i rritën për të gjitha kategoritë pa dallim dhe për 4 vjet 6 pensionet 13 janë marrë nga të moshuarit e dashur tonë. Paga në sektorin publik i rritën 3 herë brenda mandatit, arsimin e bëm falas në gjitha nivelet bachelor e master, sepse mendja e ndritur e rinjëson është pasuria më e madhe e Republikës. Investimin dije është investimi më strategjik dhe ne këtë e bëm pa kursim. Në shëndetësi, bugjetin e borneve esenciale e gjetëm 24 milion euro, e trefishuam e tani e kemi mbi 100 milion euro. Nga klinika pas klinike, kaluam te spital pas spitali në renovim, diku edhe rindërtim, por gjithsesi gjithandej modernizim. Do të ndërtojmë poliklinika specialistike në Drenas, Sharr, Viti, Raovec e Leposavic, dhe ajo që e kemi ndërtuar në Podujev është shembulli se si do të duket edhe në këto komunat që e përmenda, poliklinika e re në shërbim të qytetarëve. E po ashtu edhe poliklinika të tjera stomatologjike onën bon vendit, sepse shëndeti nuk është privilegj, por e drejtë themelore dhe ne po e kthejmë atë në realitet të përditshëm të përvojës së jetesës qytetarëve tonë. Në bujqësi, 120.000 fermer kanë marrë mbi 300 milion euro grante dhe subvencione dhe sipërfaqja e punueshme e tokës është rritur për 50%. Rreth 80.000 hektarë që kanë qenë të punuara më herët, tash janë rreth 120.000 hektarë. Fermeri ynë tani e sheh tokën jo si barë, por si mundësi.
E kemi subvencionuar aksizën e naftës dhe po krijojmë skemën e sigurimit bujqësor nga fatkeqësitë natyrore, sepse fshati i fortë është themeli i shtetit dhe përparimi i kombit. Sepse kemi besuar në një parim të panjohur për opozitën në Kosovë. Pasuria rrjedh nga mosvjedhja, pra që të pasurohet shteti duhet të mosvjedhet qytetari dhe pikërisht këtë gjë e kemi bërë ne me kaq shumë sukses e do të vazhdojmë edhe për shumë vite në vijim. Në siguri, Kosova nuk është më e pambrojtur sikurse dikur. Buxhetin e ushtrisë e 3 fishuam, blerjet për armatim e municion u 100 fishuan. Kemi 2 fishuar numrin e ushtarëve me 2271 regrut të rinj për Forcën e Sigurisë Kosovës. Kemi ngritur moshën e regrutimit nga 23 deri në 25 vjeç dhe kemi hequr tavonin prej 5000 pjesëtarësh. Në mandatin e ardhshëm do të ndajmë mbi 1 miliard euro për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Dikur ju e dini që na kërcënonin bondat, sot rendi dhe ligji janë në duart e sigurta të policisë e të ushtrisë sonë. Në veriun e Republikës sonë, rendi dhe ligji nuk janë mysafir të rrallë, po janë zot shtëpie. Nuk ka më të ashtu quajtura mbrojtje civile e brigadat të veriut, ka polici të Kosovës. Ata mund të bëjnë, qysh po bëjnë, postime nga kraleva e servisë, dhe vërtet është për të ardhur këtë që fqinji ynë verior i mbron, i strehon dhe i financon këta terrorist, ndër të cilët spikat Milan Radojčić, krye kriminali i sulmit terrorist në Banjsk. Sidoqoftë, me apo pa mbrojtjen e Serbisë, ata në Kosovë janë arrestuar e asgjësuar. Në Banjsk, policia e Kosovës sekuestroi nga terroristët 165 armë dhe sistem armësh, si dhe 63.083 municione, ku përfshihen granata, mina, eksploziv dhe predha. Përveç këtyre, në vitet 2021-2026, në verit Kosovës, policia jonë ka kapur 611 armë të tjera dhe 17.765 municione. Pra, po ti mbledhësh këto, del se arsenalet e kapura kanë qenë të mjaftueshme për shumë qindra terrorist që do të kishin armatim dhe municione të bollshme për të bërë trazira e destabilitet në Kosovë. Ne mund të themi, bazuar në këto shifra, se përgjatë qeverisjes sonë të mirë, institucionet e rendit publik në vendin tonë kanë parandaluar një luftë të re të cilën e kanë planifikuar dhe kanë synuar ata që e urrejnë forcimin e Kosovës, ata që haptazi angazhohen me çdo mjet kundër stabilitetit, sigurisë e paqes në Kosovë, kundër qeverisë së Kosovës, kundër votuesit të Kosovës, i cili vazhdimisht po tregon që e dëshiron qeverisjen e vetëvendosjes. Në veri të vendit që përbën afër 1/6 e territorit, nuk ka më barrikada e struktura paralele, nuk ka më kapadai, zullumçare, kontrabandist, nuk ka më pika doganore që digjen, por ka kufi që mbrohen e ruhen, ka rend dhe qetësi publike. E pra, sovraniteti shtetëror nuk matet me deklarata televizive në Prishtinë, por me sigurinë e qytetarit në Leposavić, Zubin Potok, Zveçan, Mitrovic. Ne kemi shtrirë sundimin e ligjit, e kemi shtrirë shtetin tonë në gjithë territorin e Republikës, sepse e kemi dashur Republikën më shumë se rehatin tonë. Në veri, ku para vitit 2021 nuk kishte asnjë stacion policor, sot kemi 9 stacione rrotull kufirit që garantojnë sovranitetin e Republikës në çdo cep të territorit. Heroi ynë, Rreshteri Afrim Bunjaku, dha jetën për sovranitet shtetëror, integritet territorial, lavdi Afrim Bunjakut dhe lavdi çdo ushtari dhe polici që e ruan territorin dhe popullin tonë.
Të dashur aktivist, opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bësh kapiten i anijës duke ja shpuar fundin asaj. Ata refuzuan të votojnë gjatë vitit 2025 kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiu. Refuzuan të votojnë për Glauko Njufcën, njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës. Kuptohet, për mua refuzojnë gjithmonë, nuk duan të më shohin me sy, dalin televizionet e tyre për të thënë se si unë u dashka të eliminohem me çdo mjet. Refuzuan të votojnë, qysh e dini, edhe për 1.1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare dhe shuan vendin në ato zgjedhjet e kaluara, refuzuan buxhetin, refuzuan rritjen e pensioneve, tash na i humbin 10 milion të mbështetjes nga bashkësia ndërkombëtare, përveç atyre mbi 10 milion për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Shtrohet pyetja, pse? Bindja ime e fuqishme është se qëndrimet e tyre vijnë nga frika. Frika e tyre nga fitoria jonë është më e madhe se dashuria e tyre për vendin. Më të madhe e kanë frigën e urrëtitjen ndaj nesh, sesa atë dhe dashurin për Republikën e Kosovës. Vetëm se nuk pranuam pazaret e oligarkëve, ndarjet e terminaleve doganore dhe postet e ambasadorëve. Ata u bashkuan të gjithë kundër nesh, PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Jo për të ndërtuar shtetin, por për të rikthyer atë në burim privat pasurimi. Përballë këtij fronti të errësirës, ne me dritën e Naimit apo dhe me dritën e Sokratit i themi popullit, nuk ka kthim prapa, ka vetëm ecje përpara. I keni dëgjuar pa numër herë teksa thonë Kurti po e izolon Kosovën. Unë nuk përgjigjem, Kosova kur nuk ka qenë më e pranishme dhe më e mirë pritur në kancelarit e botës se sa tani. Të përfaqësuar me dinjitet në nivele më të larta se çdo herë tjetër, teksa jemi në udhë të mbar, madje edhe me vendet mosnjohëse për njohje të reja, por edhe për integrimet evropiane e euroatlantike. Nëse vërtet doni të gjeni ndonjë izolim, po, jemi të izoluar nga korrupsioni. Jemi izoluar nga pazarllëqit e natës, po. Jemi izoluar nga krimi organizuar, po. Por jemi të hapur ndaj vlerave, jemi të hapur ndaj dinjitetit, jemi të hapur për punë dhe për bashkëpunim. Edhe nga opozita kërkuam bashkëpunim për presidentin, për ata nuk na e ofruan asnjë emër. Apo edhe kur flisnin për ndonjë emër, nuk e ofruan asnjë nënshkrim. Apo kur edhe i treguan disa nënshkrime, nuk ishin nënshkrime për ndonjë emër. Hapjes son ata ju përgjigjen me bllokim e vetëm me bllokim. Prandaj edhe quhen bloku opozitar. Me fjalë të tjera, të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, opozita bllokon për shkak se tashmë kemi blok opozitar. Është në qenjen e tyre bllokimi. Ju e shihni se si mbështesin, ndihmojnë njëra tjetrën dhe sa shpejt e kollaj bëhen bashkë kundër vetëvendosjes dhe qeverisjes sonë. Në vitin 2025 thanë nuk e duam Albulenën. Erdhë një akt gjykim super kreativ i gjykatës kushtetuese, i cili tha që Albulena ka drejt 3 herë të propozohet. Në vend të Albulenës e sollëm kryetaren e partisë Guxo, që gjithashtu është partnere e koalicionit tonë, Donika Gërvallën, tha nuk e duam Donikën. Pas Donikës, Ministrin e Financave Hekuran Muratin tha nuk e duam as Ministrin e Financave Hekuran Muratin. Pas Hekuran Muratit erdhi ish ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tash
kryesuese e grupit ton parlamentar Arbrien Agavci, tha nuk e dua mas Arbrien. Në fund e votuan propozimin Arbris që nuk e dëshën Dimal Bashën, siç e dini ju. Dhe kur erdhi puna te qeveria, than, s'vjen konsiderim Albini, po ja ku është Glau Konjusa, kandidat për kryeministër, tha nuk e dua mas Glau, kum do shkuan zgjedhje. Si vjet nuk donin kurfar propozimi konsensual për president të Republikës. Dhe çfarë bëm ne, më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, propozuam Glau Konjufcën, mbi 318.000 vota. Nëse s'kemi konsensual askë, atëherë po e prezantojmë atë që ka mas shumë të mbështetje popullore, sepse fundja ky është edhe kuptimi i demokracisë. Ky është kuptimi i zgjedhjeve elektorale. Dhe kundër kandidati Glaukut, më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ishte deputetja jonë nderuar, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, tha nuk i duam këta asnjërin. Me dekret prezidencial, ju thanë gjithë deputetëve, shkonin në shtëpi, kur ishin bërë veç se 2 muaj e gjysmë që ishin mbajtur zgjedhjet. E fituam një kohë shtesë prej rreth 5 javësh dhe u përpoqëm me krejt çadime mundemi. Lidhës Demokratike të Kosovës i tham, e janë në bashkëqeverisje, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, që është 2 fishja asaj që ka partia GUSO. Thanë jo. Atëherë edhe Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe Partisë Demokratike të Kosovës, ju tham, me qenë se e keni shumë hall që ne po i marrim 3 pozitat e larta shtetërore, le ta bëjmë një rokad në kryesinë e kuvendit, ku ju merrni kryetarin e kuvendit, ndërkaq kryetaria jonë bëhet nën-kryetari juaj bëhet kryetar. Ose edhe kryetari i partisë le të bëhet kryetar. Është çështje e tyre. Së pari LDK-s, jo, PDK-s, po ashtu jo. Dhe kur as kjo nuk pati sukses, ne thamë që tërhiqen Glauku dhe Fatmirja, nëse ju na i sjellni 3 emra, sepse PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet duhet bëhen bashkë që të propozojnë një emër të vetëm. E ne ju thamë, ju që bashkë kur bëheni, mund të propozoni veç se një emër, ju propozoni 3 emra dhe ne ua garantojmë që njëri prej tyre zgjidhet. Edhe adin si e garantojmë. Ju thamë që ua garantojmë sepse së pari ua japim në nënshkrimet që ata të kualifikohen për aplikim dhe në fund ju garantojmë që do të zgjidhet njëri prej tyre. Asnjë përgjigje prej tyre. E kur japim përgjigje, bllokim, refuzim. 3 kandidat, PDK dhe LDK, që i kanë vetëm 37 nënshkrime në rastin më të mirë, kanë mundur të na i propozojnë, ndërkohë që atyre ju nevojitën 90 nënshkrime. Por ata me 37 kandidat në rastin më të mirë dhe ne si mazhorancë me 66 kandidat do të mbrinim edhe mbi 100 nënshkrime, kështu që 90 do të kishim të sigurta. Paramendoni seancën e Kuvendit të Republikës, ku duhet të votohet patjetër për njërin prej 3 kandidatëve që të gjitha ata 3 të propozuar nga opozita, e cila përndryshe kur bëhet bashk, këtu po e fusim edhe subjektin tjetër AK-n, PDK, LDK, AK, të 3 së bashku i kanë 43 deputet, na 57. Krejt mi bo bashk, nuk bojnë sa na. Krejt mi bo bashk, duhet mi aushtu edhe 1/3 e tyne për mu bo sa na. E na ju tham, ju propozoni 3 kandidat, ne jo zgjedhëm njërin, thanë jo. Partia Demokratike e Kosovës ndodhet në kuadër të familjes së partive liberale evropiane, Renew Europe, ripërtrije Evropën. Kështu quhet familja e partive liberale në Evropë, ku bën pjesë PDK-ja. Lidhja Demokratike e Kosovës bën pjesë në familjen evropiane të partive të djathta që quhet Partit Popullore Evropiane.
le të shkojnë edhe PDK edhe LDK, le të pyesin në familjet e tyre ideologjike evropiane. Çka mendojnë ato për ofertën e kryeministrit dhe kryetarit Kurti nga lëvizja vetëvendosje për bashkëqeverisje e për ndarje pushteti në shtetin demokratik. Por nuk guxojnë ta bëjnë këtë. Sepse është absurde refuzimi i tyre për propozimet tona. Me madhësinë e vogël në cilën kanë rënë, të mos pranojnë këto ofertat gjeneroze tona, tregon se situata është iracionale. Por ne jemi subjekti fitues dhe racional, ndërkohë që bllokimi është bllokim i humbësve dhe iracional. Të nderuar delegat, aktivist, ata po bllokojmë, por ne do të vazhdojmë. Republika e Kosovës ka ushtruesit detyrë të presidentes, Albolina Xhiu, ka kryeministrin detyrë, mua, ka qeverin detyrë, gjithë këta ministra, zëvendës ministra. Ajo çka s'ka Republika e Kosovës është parlamenti. Opozita e ka sken parlamentin, sa e në qeveri nuk është. Ajo e ka privuar veten nga skena e vetë. Prandaj, shteti ynë me punët e mbara e të mira do të vazhdoj. Ky bllokim nuk është pra thjesht bllokim ndaj nesh, para se gjithash është bllokimi që ja bëjnë vetvetes së tyre. E pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak, për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e dinë që kjo ofertë e jona është shprehje e hapjes sonë që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e dinë dhe është mirë ta kuptojnë është se edhe populli e di të vërtetën. Është e kotë që të përpiqen të mbulojnë të vërtetën me sajesa, me sofizma, me narrativa false që i përsërisin nëpër mediat e tyre private. Një mendimtar i njohur thoshte se e vërteta nuk ka nevojë për shumicën që të mbetet e vërtetë, por shumica ka nevojë për të vërtetën që të mbetet e lirë. Dhe në Kosovë shumica e di fort mirë të vërtetën dhe ajo është e lirë. Dhe nga kjo liri, populli, shumica e votuesve që e din të vërtetën e kanë 7 qershorin. Kjo e vërtet edhe njëherë do të kthehet në vot, edhe njëherë vetëvendosja do të dalë e para, edhe njëherë vetëvendosja do të lëviz përpara, më e madhe se e dyta dhe e treta së bashku, edhe njëherë do të bëjmë thirrje për opozitën që të bëhet konstruktive për shtetin dhe popullin tonë. Ata duan të na lodhin, por ne nuk lodhemi dot, sepse misioni ynë është pakrahasimisht më i rëndësishëm se çfarëdo lojrash të tyre. Mandati i ardhshëm nuk është thjesht vazhdimsi, është përshpejtim. Te punësimi nuk do të ndalemi derisa të arrijmë 500.000 të punësuar. Kjo do të thotë se çdo familje në Kosovë do të ketë të paktën 2 anëtar të punësuar me paga dinjitoze. Investimet 1 miliard euro në shpenzime kapitale. Do të përfundojmë autostradat që mbetën peng i korrupsionit të vjetër dhe i shpërndësimeve të kurdisura, do të ndërtojmë spitale që shërojnë dhe shkolla që edukojnë për shekullin 21. Edhe për ushtrinë tonë 1 miliard euro investime. Edhe për prodhuesit tonë do të shpërndahen 1 miliard euro subvencione për teknologji e makineri të reja prodhuese. Mërgata, ju e dini, departamenti ynë më i madh është jashtë vendit. Mërgata nuk është bankomati i Kosovës, është zemra e saj. Në mandatin e ri do të integrojmë kapitalin dhe dijen e tyre direkt në motorin ton ekonomik. Tek drejtësia
Vettingu do të kryhet, byroja për konfiskimin e pasurisë së palegjshme të pajustifikueshme do të funksionalizohet, nuk do të lejojmë që gjykatat të jenë strehe krimit, por patjetër të bëhen tempull i drejtësisë. Do të përfundojmë hekurudhën Prishtinë-Durrës, do të ndërtojmë autostradën Prishtinë-Gjilan, rrugën e Dugagjinit, 5 diga të reja për ujin dhe energjinë, do të kthejmë Brezovicën në xhevaher të turizmit dimror me gjys miliard euro investim, do të sjellim valutën digjitale të Kosovës, do të ngrejmë kullën TIK dhe do të afrojmë transportin publik anë me 10 euro në muaj për bilet të integruar. Të ardhmen nuk e presim, po e ndërtojmë me themele të forta e duar të pastra. Lojrat mesdhetare 2030, Teatri i Operës dhe Baletit, Muzeu i Artit Bashkohor, Fabrika e Municioneve dhe dronët Made in Kosova, këto nuk janë ëndra, por projekte konkrete të cilat tashmë kanë nisur. Ne nuk jemi ambicioz për vete sepse jemi tri, ne jemi tri sepse jemi ambicioz për shtetin. Të dashur aktivist, në javët që vinë, ju do t'jeni zëri ynë, ju do t'jeni shpirti i lëvizjes. Mos harroni, ne nuk kemi nevojë për vota të blera, sepse ne kemi mendje e zemra të vendosura për çështjen kombëtare shqiptare dhe për Republikën Demokratike të Kosovës. Do të punojmë shumë, por porosia ime për çdo aktivist është ajo që e themi gjithmonë. Jo vetëm punë shumë, por punë për shumë veta. Shpërndajeni detyrën, angazhojeni fqinjen, mikun, familjarin, sa më shumë njerëz të përfshirë, aq më e lehtë, aq më e madhe, aq më e thellë dhe aq më e pastër fitoria. Pragu i të tjerëve është 5%, pragu ynë vitin e kaluar ishte 50%, e kësaj radhe po bëhet edhe më i lartë, 60%. Kosova jone dashur është e vogël për të ndarë e për të shitur, por është e madhe për të forcuar e për të rritur. Me 7 qershor ne nuk votojmë vetëm për partinë, ne votojmë për të vendosur nëse duam të kthehemi prapa në errësirën e zhvatjes apo të ecim përpara në dritën e zhvillimit. Guximi nuk është mungesë e frikës, por gjykimi se diçka tjetër na qenë ka fort më rëndësishme se frika. Dhe për ne, Republika, demokracia, sovraniteti, dinjiteti, pavarësia, mirëqenia e përparimi janë më të rëndësishme se çdo gjë. Kjo na jep guxim për te çdo droje, për te çdo frigje. Kjo na bën të mos ndalemi. Me 7 qershor, le të bëhemi bashkë për prindrit tonë që meritojnë pleqëri me dinjitet, për rinin tonë që meriton të ardhme në vendlindje, për Kosovën tonë që meriton të jetë e lirë, e pavarur dhe e zhvilluar. Qeverisja jonë është demokratike, Kosova do të ketë edhe president të unitetit në përputhje edhe me frymën tonë e cila u shpreh së fundmi në kuvendin e Republikës, përkatësisht në seancën e mbrëmtë të legjislaturës së 10, kur u tërhoqën Glau Konjufca e Fatmire Mulhoxha Kolçaku vullnetarisht dhe propozuam liderën e shoqërisë civile, doktoreshën Feride Rushiti, për presidentit të Republikës, por sërish, ashtu siç jemi mësuar nga hera, ne propozojmë, ata refuzojnë. Por me 7 qershor do të ndodhë kjo në një mënyrë ndryshe. Ne që propozojmë fitojmë, ata që refuzojnë mbarojnë. Sepse ne e dim çfarë duam, popullin e lirë, shtetin e fuqishëm, Kosovën fituese, dhe do t'ja dalim. Sepse kur vetëvendosjen ngre zërin, blokadat e vjetra dridhen derisa të shemben. Kur populli bashkohet, nuk ka dikë që e ndalë. E me 7 qershor,
Fitoria nuk do të jetë e imja, por e çdo nëne që merr shtesën, e çdo punëtori që sheh rrogën e rritur, e çdo studenti që studion pa pagesë, e çdo ushtari që ruan kufirin, e çdo fermeri që kultivon tokën, e çdo polici që garanton sigurinë, e çdo mërgjimtari që do të kthehet dhe do të ndihet krenar. Së bashku, pa u ndalur, me zemër e me mendje, për fitore të thellë nuk lëshojmë pe. Për Kosovën e të gjithëve pa lënë asnjë mbrapa, me punë dhe nder, me dije dhe guzim, drejt fitores, vetëvendosje. Ju faleminderit shumë për vëmendjen, pjesëmarrjen dhe mbështetjen masive e të vazhdueshme. Faleminderit nderuar kryeministër, rezultatet e punës së qeverisë kurti janë evidente, ashtu sikurse edhe bashkëpunimi i opozitës për bllokim është real dhe po na dërgon drejt zgjedhjeve të reja, por ne si gjithmonë vazhdojmë përpara me synimet më të larta për vendin, me vullnet, me projekte të reja, me qytetarët e përqytetarët. Andaj na prifte mbara e në këtë pikë e ndërprejmë transmitimin e drejt për drejt në faqen e lëvizjes. I falenderojmë edhe mediat për ndjekjen e pjesës së parë të kësaj mbledhje. Marrim 5 minuta pushim dhe vazhdojmë me pika tjera sipas rendit të ditës. Faleminderit shumë gjithëve.